Nisma e zbatimit të amnistisë penale është tashmë vetëm një hap ligjor larg. Presidenti i Republikës Bajram Begaj dekretoi ligjin e miratuar nga Kuvendi me nismë të qeverisë, nga i cili pritet të përfitojnë mira të dënuar. 466 të dënuar do të lirohen menjëherë nga burgu, mes tyre 11 gra dhe një i mitur, ndërkohë 869 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi përfshirë 8 gra dhe një i mitur. Nga shërbimi provës do të përfitojnë gjithashtu 5077 persona të dënuar me masa alternative. Amnistia përfshin burra me dënim deri në 3 vjet ose më pak se 3 vjet dënim të mbetur për të vuajtur, gra me dënim deri në 4 vjet ose më pak se 4 vjet dënim të mbetur. Ligji parashikon gjithashtu përfitues nga amnistia burrat mbi 60 vjeç, gratë mbi 50 vjeç, si dhe personat që kanë qenë nën moshën 18 vjeç në momentin e kryerjes së veprës penale. Për të dënuarit që nuk përfitojnë lirim të menjëhershëm, parashikohet ulje dënimi me 1 vit për burrat dhe me 1 vit e gjysmë për gratë dhe të miturit. Nga kjo amnisti penale përjashtohen të dënuarit nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ligji u miratua në Kuvend me 84 vota pro, ndërsa përfaqësuesit e opozitës e bojkotuan procesin e votimit, ndërsa kanë shfaqur rezerva për këtë nismë të qeverisë. Pas dekretimit nga presidenti, ligji do të hyjë në fuqi 15 ditë pas votimit në fletoren zyrtare. Po ashtu, presidenti Bajram Begaj dekretoi edhe ligjin për sektorin e energjisë elektrike, si dhe ligjin për informacionin elektronik të transportit të mallrave.